Spontanisht, edhe që dalin ca fije në fytyrë sikur nuk e ke mendjen. Nuk e kam pishe, më bëra gjithë të sken këtu. S'ka problem. Ishte kjo fija e filmave, kjo është ajo që del nëpër filma përgjithsisht. Ti pasi këtë detyrën tjetër. Mirë se erdhët në Fan Day. O Xhulian ngri pak zërin, mos më pëlqen kjo kënga, unë ndes për këtë. Dhe ky është një zbulim I kësaj fundjavë, pa çka se këngë ishte një vit që kishte dalë me të drejtën, është një band shumë interesante, është nga këto që kanë një klikim e gjysmë në YouTube, po jo gjithmonë klikimet, të paktën ne shqiptarët dim shumë mirë, nuk janë tregues për suksesin edhe vërtetësinë e një produksioni. Kështu, kënga që po dëgjojmë, On the Low është titulli. Giulio, ngrije pak zërin, duket sikur ka hap komshiu atje, 10 apartamente më larg. Gjithsesi është kënga me cilën kam shtyr fundjavën, të drejtën pëlqeu shumë edhe ishte një këngë shumë e lezetshme dhe kënd më shpresoj ta bëni dhe ju pjesë repertorit tuaj, pse jo, që ditët shkojnë më bukur, pastaj edhe kur ka trafik të frikshëm dhe të tmerrshëm, siç po ndodh ditët e fundit, nëse qellon një këngë që ti e ke xhan dhe e pëlqen në radio, ecën edhe trafiku më mirë, apo jo? E kam të drejtë fillon dhe e këndon, ti bëdhe videoklipe pastaj aty derisa gjithë I bjen Boris që ecmi gotë se boll bëre selfie dhe video në makinë. Tani filloi Fan Day dhe për këtë ditë praktikisht edhe për këtë javë të ndryshme, kështu që bëuni gati që në orën 52:00 keni ç'keni në mendje apo keni ç'keni për të bërë, ju do fikni te lashet edhe gjithë streset e ditës që vijnë nga puna, nga shkolla apo çfarë do lloj veprimtarie tjetër, do stacionoheni përpara një të vëllëbinja dhe do kalojmë bashkë 2 orë tonë të përditshëm tani më, që janë ato dozat e lezetit, kështu pozitivitetet e dashurisë. Nisim javën me shumë dashuri, bëni mirë që dhe ju dhuroni shumë dashuri se është ngjitse kjo, pastaj do të ju rikthehet përsëri, edhe të dëgjoni muzikë të mirë në 105.7 për shembull, sikur ne u takuam dje në mëngjes, jam larg se dje, të dielën në 10 mëngjesit në një radio ishim me 10 këngët më të mira shqiptare, sikur do të jemi dhe sot me këngë të bukura, me komentet tuaja në Facebook. Do të jemi me një insert shumë të këndshëm që sjell këngën e fundit të Gjikos për shembull. Edhe që Gjiko kopjon pak Drake, kjo është mos e vërtet. Pak më vonë do ta shohim më në detaje. A kopjon e inspirohet tani kohët e fundit ne ngatrohemi. Kur themi kopjon, duam të themi inspirohemi, po ngatrohemi. Kjo është çështje tjetër. Do flasim për lidhjet e mundshme të dashurisë që ka patur Katy Perry, po të gjitha ama do t'ja numërojmë sot. Do flasim për një këngë të re që vjen sapo është lançuar nga Tove Lo, artiste shumë interesante edhe shumë cool, ndër të tjera sikur ka patur te këngën e fundit. Do flasim për një cover song që sjell një band shumë simpatike djemsh, edhe kaq. Doni më erdhe për lajmet e fundjavës, tash themi të gjitha do t'i sjellin. Justin Bieber thot Let Me Love You. Edhe unë kështu them. Shohim. Si harova unë se kështu kur vjen nga fundjava dhe e lëmsh dhe nuk merr vesh ku ke kokën, jo më ku ke strisha sensuale për shkakun. Gjithsesi duhet ta nisim pak në mënyrë kështu sensuale dhe javën, dhe për këtë na ndihmojnë strishat, asgjë tjetër të paktën këtu në Fan Day. Kështu ne të bëjmë një parakalim me gjithë rrjetet e mundshme sociale se si ne mund të jemi bashkë gjatë gjithë kohës, mjafton dëshira e mirë për qenin for live për të bërë gjëra të bukura. Për shembull, kur ulesh ti në kafe me shoqërinë, nga këto kafe që ti me një macchiato ripesor, gjithë më na ka ndodhur tani mos bëjmë sigur. I fu dhe një pagaz nga fundi. Edhe do flasësh për çfarë, I tregoj gjithë hallet e gjithë historitë e mundshme që ke në kokë. Do të flasësh çik ti ashta xantuna me vërtet apo nuk është. More kapital jashtë, lidhur tani me një vokshën apo nuk është. Këto lajme për showbizin, po edhe çështje sociale, çfarë ligjesh dalin, kur duhet të bësh kolaudimin e makinës, çfarë po ndodh për dalë, gjeni të gjitha në Intopopikal, prandaj ose bëri një zap andej, se edhe biseda shkon më këndshëm kështu kur jeni në tavolinë me shoqërinë apo me njerëzit tuaj të dashur mbi gjitha. Sigurisht mund të jemi bashkë në gjitha rrjetet e mundshme sociale, jo vetëm në sajtin Intopopikal, edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe në Twitter, edhe në kanalin ton, dëshmëra telefon në YouTube, edhe kudo tjetër se u bëm lëmsh. Se ti po më shikoje ti si me vëmendje gjatë, çka ke ndonjë kundërshtim nga kjo që them. Do festojmë kështu, do festojmë. Nuk do festojmë se s'është se do bëjmë një super fest, po do kujtojmë ditëlindjet që festohen në ditën e sotme, duke gjetur kështu shkase dhe hapësirë për të uruar gjithë fanlover që kanë festuar gjatë fundjavës apo që festojnë edhe sot. Keni shumë puthje nga gjithë stafi I Fan Day dhe sa mirë që kur festoni shikoni Fan Day. Kjo është gjë e mirë. Keri Hilson, dikur krijuese e
I Like It, një këngë shumë e bukur, që I Like It, këtë këngën I Like It me thënë drejtën. Preu dhe atë flokët me atë modën që këtu janë të shkurtra këtu gjata, dhe i futi dhe Bjonde këtu. Pastaj dhe filluan gjithë i prisnin flokët të Keri Hilson. Është pak si një 2 metra, po shumë e talentuar ndër të tjera. Keri Hilson sot bën 34 vjetorin për të kaluar pastaj tek Laura Paton, që kështu si emër teorikisht është shumë i njohur si Laura të paktën, ose një pjesë të mirë të repertorit të Robin Thicke, këngët ku janë dram, për tradhtin dhe për falje, janë të gjitha për Laurën. Në fakt, sepse kjo është ish bashkëshortja e Robin Thicke, e cila sot feston 41 vjetorin edhe pasi ky fundit e trastoi, Robin Thicke e trastoi dhe u bë super lajm atëherë, i dedikoi kësaj një këngë fare si përshmendja, një këngë tjetër, dy këngë fare Laura nuk reagoi. Një album edhe prap nuk u kthye Laura. Laura comeback thoshte ai, po Laura nuk erdhi kurrë. Gjithsesi sot e meriton një urim, besoj kjo duhet ja kthej një FLM. Nëse nuk i thot faleminderit, i thot pakte një FLM, kështu që duket e qytetëruar në ditën e ditëlindjes. Për ta mbyllur me Saintwell, si bën vetëm një vjet, kështu që kemi festë në familjen Kardashian West të paktën. Ne do të sillim tani Keri Hilson me Lose Control së bashku me Nellin. Është dhe simpatik në përsnepër më e di, apo se po të shifja tani më bukur këtë dalti, se unë po e fshi urgjent. Qa ka ndodhur gjatë fundjavës, për ne që s'kemi qenë në Tiranë dhe s'kemi qenë kështu të updateuar, i marrim vesh tani gjithë dallaver. Në fakt mua më rriti shumë, kisha me shumë qejf të shkoj tek fashion show që bërte sfilata që bëri Bora dhe Savage. Herën e kaluar kam qenë, por meqenëse nuk isha në Tiranë nuk mund ta isha kësaj here, po më pëlqyen fotot që pash lart e poshtë, sigurisht një sfilate e kuruar deri në detaj ka qenë kjo, nuk kanë munguar personazhe shumë të famshëm shqiptar për ta parë sfilatën në fjalë edhe runway show, edhe më bëri përshtypje postimi i bukur që ishte bërë Bora në Instagram me së drejtën, ku falenderonte çdo grimc që ka punuar gjithë personazhet e stafi dhe tha që tani do ta zhvillonte karrierën e saj edhe jashtë territorit të Shqipërisë, që prisni se keni për të dëgjuar akoma dhe më shumë. Tani kalojm pak tek këto tash theme që na kanë bërë namin çdo të shtunë të diel. E dëgjojmë dhe tani e para. Si na plasi ky shpirt, a ishte tuna shtatzën apo nuk ishte tuna, e morën vesh, më në fund ku ishte Erdi Gjebrea më herët na e tregonte këtë fundit. Më në fund tuna pranoi shtatzanin, ka lënë për të kuptuar kështu gjinin e fëmijës, paktën nuk e ka treguar këtë fundit, ka thënë që babi është Patrisi, por gjithë ju që e bëni kështu tek atë se kush mund të jetë babi, është Patris Berisha, vllai i Robertit, që është Roberti do bëhet xhaj tani, Nora ç'i bie do bëhet, nëse është kunata e tunës, nëse bëjmë kështu llogarisht. Është po xhiron, ka xhiruar gjithsaj fundjavë, Florian Beqiri një klip Maj të Malit me thënë drejtën, edhe Bora, atje kanë tharë ftohtë, po e them dhe këtë. Flori i vogël, që tani është bërë i madh me publikun shqiptar, do mbetet krijuesi i hitit Ngjyra e kuqe, shumë i ngjarë, është e veçantë edhe një personazh shumë i dashur ndër të tjera, po bëhet gati për një tjetër produksion. Kanë xhiruar kështu së bashku me çunat e intermedias në një zonë shumë e male dhe me Borë. Edhe shumë shpejt do të vijë kënga e radhës, që do të jetë një produksion shumë i këndshëm, besoni, edhe për të kërcyer mbi të gjitha. Modelja e famshme shqiptare Agnesa Vucaj do të shpërngulet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një kohë të gjatë, që do të mund ta shikoni jo më në Prishtinë, si mund të keni parë kohët e fundit, po vetëm në rrjetet sociale. Për të kaluar tek një tjetër dyshe që bashkuan forcat, edhe këto Majt Malit diku kanë xhiruar. Tani vjen dimri gjithë ke në mal, vjen verë të gjithë në det kur xhirojnë klipe. Po flasim për Ermal Fizullau dhe për 2+2, në fakt është 2+2 ky një reper i afirmuar dhe shumë i dashur publikun shqiptar, i cili ka ftuar Ermalin e kanë bërë një bashkëpunim kështu ku flasin për maskat. Hiqni maskat, thoshte, hiqni maskat gjithë ju njerëz, është jeta më e bukur nëse i shef gjërat ashtu siç janë vërtet, e me thjeshtësi mbi të gjitha. Aktori famshëm i humorit, i portokalli Florian Binaj, edhe 2 metra i gjatë dhe ky tjetri, është bërë baba për herë të dytë kështu, që një tjetër gëzim shtohet tek Flori që ne e përgëzojmë kështu nga studiot e Fandej. Këto kanë qenë pak a shumë titujt më të nuk e di, më të përfolur të kësaj fundjave, më të klikuar e të tjerë. E sillim kështu tunën, tuna ka qenë të kënga magjike me një këngë të Flor Majesi. Këtë këngë nuk e di kush ja ka bërë, po di them që gjithë menduam se kishte dedikim për Kozman. Tuna me Bermuda. Prita bëj dhonë si gjiko, më si është ullë aty të divani, kështu ka të qenin e vogël dhe baby boo, pse ti më nuk i me mu. Këto e kam mësuar nga kënga. Në fakt është kënga me e fundit e gjikos, që ka afro gati më shumë se 2 milion klikime, nëse nuk gaboj kështu, nëse kalkuloj gjërat, edhe një këngë shumë e bukur dhe shumë e suksesshme. Tani, që unë nuk jam shumë fan se gjikos e dime, kemi thënë dhe stërthon, ju njerë dini shumë mirë ju këtu. Ama këtë këngën e ka shumë të bukur edhe këngët i ka të lezetshme, vlen tekstohet edhe nuk mund ta humbasim, absolutisht nuk mund t'ja ishim meritën, është një ndër reperat më intë momentit, është shumë i talentuar, ka një stil shumë të veçantë edhe bën që të bëj këngë gjithmonë më të bukura. Sekondën e fundit fare po përflitet shumë kënga. Unë jam fiksuar dhe e kam dëgjuar shumë shpesh kohët e fundit, është e preferuara ime nga gjithë repertori i gjikos.
E fundit fare ka patur shumë klikime etj, është përfolur si për këngën edhe për marrëdhëniet e tij dashurisë, më shumë nga gocat e showbizit bukura. Së fundmi po përflitet për një lidhje të mundshme midis tij dhe Elita Rutit, po ama palët e kanë mohuar këto. Të paktën kaq kemi parë dhe kemi dëgjuar. Tani Gjiko njëre përshëndesim shumë, e kemi shumë gjanë si reper. Ne kemi vënë një gjë tjetër. Tani, am duket mua, apo Gjiko e ka qef një qik të kërcej si Drake, apo kanë të njëjtin koreograf, apo ku i dihet, kjo është çështje tjetër. Dhe kësa po shikonim, Jeshku, që është kënga më e fundit e Gjikos, një klip shumë i bukur i realizuar, ky vlen teksohet. Edhe na u kujtua Hotline Bling. E mani mund kur doli Drake me këngën Hotline Bling, mënyra se si ai kërcente u bë trend edhe gjithë këtë flisni më shumë se sa vetë këngën. I pas ka pëlqyer te Gjikos, saqë po ta shihni me vëmendje përposa outfitit, kërcejnë paka shumë një lloj këto të dy. Kjo është rastësi, besoj unë. Hajde shohim pak videon që kemi sjell. Ever since I left the city, you got exactly what. Late night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling. I din sa herë ta kom fal, jem koni pari që t'kom prik, e ti e para që m'ki djeg. Jam kon keq, e pranoj, që pa ty mo nuk ka nisoj, baby please që e shku, e pranoj. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Që e shku, 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 m'ki haru. Që e shku, 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 e shku. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Nuk ka se si të ndodh dhe të shkoj tita, do me thënë, pa thënë unë do me thënë njëre para, e them gjithmonë e keni përre. Dhe e dyta pa bërë një shëtitje në rrjetet tona sociale, praktikisht për ndaluar kështu të stopuar në Facebook. Unë e bëjmë atë pyetjen e famshme gjithmonë në fakt, se unë mbaron fan dhe dihet tani nuk të gjej si mënyrë që ju të vini me mendimin tuaj këtu. Më pëlqej shumë komentet janë shumë pozitive dhe me gallat dhe gjitha që shkrimi siç është gjithë, se kjo është e rëndësishme të shpërndajmë pozitivitet tek njëri tjetri, të kuptojmë filozofinë e jetës që janë gjërat e vogla por që bëhen me dashuri dhe me gallat të madhe. Tani po flisim sot në Facebook për ky tablet nuk më do fare, nuk e kuptoj pse ka aq problematike marrëdhënia jon. Po flisim për herën e fundit ku jeni emocionuar me vërtet ama. Ose më me fare, me të kaq pa emocione jam bërë. Ndërsa Aureli është puna ime. Thot unë jam një cold heart, thot nuk emocionohem kollaj. Oh. Eni dora do duke mbaj, më po dua të pse nuk e hedhur foton në Instagram, na ke munguar shumë këtë fundjavë. Kush të ka mërzitur se vallaja dora shpirtin me siklet. Jo, kur s'djer foto, do thot që jam mirë, mos e prisni mendjen. Bona thot, haj byreku im, plot dashuri. Era e fundit kur jam emocionuar, ka qenë kur ti më dhe një puthje nga Fandej. Okej, le ta emocionojmë Bonën përsëri, më ka vini që nga afër më çuna se po puthim Bonën. Bona Shala, të puthim shumë nga Fandej. Rosela thot, kur takova Alban Ramosajn. Ledina thot haj byrek. Hera e fundit që jam emocionuar ishte të premte kur mora vesh se Xhensilat dhe Kida ishin nevojë të parë në Like Ship Top 10. Edhe të dielën duhet ta kesh marrë vesh në 10 të mëngjesit në In Radio 105.7, sigurisht mund të votoni praktikisht çdo ditë këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.com/top 10 e na ndihmoni kështu për ndërtuar dietën e këngëve më të mira që do ta luajmë të premten. Dritjeta thot haj byrek. Hera e fundit kur jam emocionuar ka qenë kur para ca ditësh më lexova komentet dhe të dua dhe unë. Ua, okay, le ta emocionojmë dhe dritjetën për herë të dytë. Të dua shumë edhe unë dhe më kënaq çdo koment jot edhe këtu dhe në Instagram. Lindita thot herë e fundit kur më ke lexuar komentit më bëj të fala Fationit. Okej, Fation ta emocionojmë dhe Linditën. Linditat kemi zemër dhe mund dhe Fationi. E Fationi madje të puthi. Keldisa thot mbrëm, si s'na ka treguar asgjë Keldisa, kaq ka thënë mbrëm. Laura thot hey Fatmush, ka pas shumë raste kur jam emocionuar. Rasti i fundit ishte me datë 27 nëntor, dhe rasti më i rëndësishëm ishte kur takova Butrintin. Skerdi thot kur fitova te Telebingoja makinën, po pas marrjes së makinës u plasa në shtyll. Ua, po mua që kishin në makinë zgjen parkim. Hajde më rëvesh tani se kush e kishte bërë top, ajo është bërë trapez makina ime, janë ngrënë tepat, komplet. Titi Ndreu thot hajo byrek me gjiz. Herë fundit kur emocionova. Ishte për ditë lindjen time.
Sara Hoxha thot, ditëlindja ime ishte dje, që Fatma nuk ma uroi dhe pse komentova, se kam parë dje, se dje ishte e diel, ndoshta gjithsesi gëzuar ditëlindjen, të përgëzohem, të urojmë shumë gjëra të bukura në jetë. Nga gjithë stafi e ke këtë gëzuar. Zymbyl, hey Fatma, të përshëndet, se pa që emocionove ishte kur më lindi nipi, Anti vrapi thot kur të takova ty, e kam takuar unë Antin edhe përqefoj dhe e puth shumë. Grace thot hera fundi që jam emocionuar ishte për ditëlindjen time, Arlin thot kur shkova në Amerikë dhe nuk besoj akoma që takova Brad Pitt. Më tallesh si tani, e takova para apo pas divorcit. Se duhet ta kuptojmë dhe këtë. Ikim tek një tjetër hapësirë muzikore si për të kërcyer të gjithë. E shohim. Unë e kam pëlqyer Tove Lo që te kënga Habit, që titull tjetër që unë ja kisha vënë vetë ishte I gotta stay high, do më diçka e ku thoshte duhet bëhem të rri kështu high gjithë kohës, të pi çfarë do lloj gjëje, vetëm për të harruar ty. Dhe këtu patëm një dashuri me dëgjim të parë unë dhe Tove Lo. Unë se ajo as që ka e den që ekziston një Fatma në këtë planet. Gjithsesi, gjithmonë më shumë artistë janë fjalë ka qenë kontrovers, si në mënyrë se si vishej, në mënyrë se si sillte muzikën e saj, në tekste që përcillte dhe çdo produksion të mundshëm që bënte. E tillë mbetet edhe sot, ku ne do të sjellim një ndër këngët më të fundit që Tove Lo ka lançuar. Paraprakisht kemi dhe akoma dëgjojmë dhe shijojmë Cool Girl, një këngë që është bërë masive kështu, vetëm djemt nuk e këndojnë dot se si imagjinoj dot një djalë që thotë I'm a cool girl. Po gjithsesi e kam thënë, për çunat është I'm a star boy e The Weeknd, që jemi 1-1 në këtë rast. Por të folur kështu për Hot of the Day për të nxehtën e ditës së sotme, që në fokus na vë Tove Lo, e cila pas do produksioni ka një sukses tepër të madh. Ka publikuar një sër këngësh si pjesë e albumit Fairy Dust, kështu të paktën quhet, por rezultonte ky shumë i suksesshëm në bazë të gjithë këtyre studimeve që po bëhen. Singulli i fundit mban emrin True Disaster, një disaster e vërtet i bie, dhe është shumë i ngjashëm me Cool Girl, gjë që ju do ta shikoni dhe ta vlerësoni edhe vet. Një gjë është e sigurt, Tove Lo është shumë e talentuar. E shohim. Se tani si njavën me lajme të mira se thuhet si nis java ashtu mbaron. Tani që e më doja thjesht të deri kështu si që tash, për nejse thash se kështu e thonë gjithë praktikisht. Si nis beginis apo bitis. Edhe njerë që Fationi mundoheshe të kështu të bënte me kështu shprehje popullore, fare. Për herë të parë unë shoh Nardin me telefon, ua, se kisha parë kur. Gjithmonë shoh Fationin edhe Arlisin. Po çfarë bën vakikën fande jo. Kjo është gjë e mirë. Tani, për Rihanën çdo gjë është mëse normale, nuk çuditemi kur e fiton çmime, nuk çuditemi kur del e zhveshur, nuk çuditemi kur del e veshur, nuk çuditemi kur e lë drejk aty në mes të stage-it pa asnjë lloj emocioni të dhënë apo të marr, po e radhës ne duar trokasim gjithmonë për arritjet e saj. Sikundër ka fituar tani më diçka që nuk ka të bëjë me muzikën absolutisht, po ka të bëjë me stilin e saj. Fiton çmimin Show of the Year, një tjetër fitore e madhe për Rihanën. Ne kemi dhe një foto në fakt në momentin që ka marrë çmimin e veshur gjitha me stilimet të saj të bëra nga vetë Rihanna kështu, edhe ka rëmbyer këtë çmim në New York si vlerësim për atletet e linjës Fancy for Puma, të dizenjuar nga vetë 28 vjeçarja në fjalë. Ka mbajtur një fjalim shumë të bukur, sa bukur ishte veshur, më pëlqeu shumë. Kjo ka shumë stil, kjo është më se sigurt dhe influencon shumë në mbar botën me stilin që ajo posedon. Kishte mbajtur një fjalim shumë bukur ku thoshte kjo është një arritje e madhe, do thotë shumë për mua, jam kaq kënaqur që jam një femër nga Barbados dhe të tjera. Më pëlqen të vesh një stil caktuar këpucësh, thot Rihanna. Kur nisa të kryej linjën time, ajo që kisha në mendje ishte që njerëzit të shikonin stilin e thjeshtë, sepse kjo është ajo që kam qenë unë në fillim. Të shoh që stili im mbështetet kaq shumë, do thotë shumë për mua. Janë gjithë fjalët që ka thënë Rihanna, asnjë pikë, asnjë presje nuk ka ndryshuar. Ne do ta sjellim tani Rihanën ku këpucë thjesht ka veshur, por dhe rroba nuk është se ka veshur shumë te kjo kënga. Nizit mi e shohim. Feel your eyes, they all over me. Ne jemi te cover song tani, do sjellim kështu një band shumë interesante me djem shumë simpatik të tjera që janë prodhimi Disney dhe këto të fundit pritet që të kenë nga momenti në moment një sukses shumë të madh edhe në mbar botën. Pse jo? Kur ne flasim për cover song, mua më vjen ndërmend gjithmonë ai emaili i famshëm që ne kemi nga hera tani më, fande@indovopikal, ku edhe mund të bëjmë atë ftesën e hapur për gjithë ju follower për të dërguar një cover song nëse ju e keni bërë edhe këndoni për çiftin tuaj, pse jo? Këndoni edhe për çiftin ton. Xhironi veten teksa këndoni këngën tuaj të preferuar dhe nisini në këtë emailin e poshtë çinuar, fande@indovopikal. Jo vetëm kaq,
mund ta nisni gjithçka tjetër, çfarë të doni ju, çfarë t'ju dojë zemra, me thonë të keni dëshirë të madhe për t'i ndarë gjërat e bukura me të gjithë follower kudo që ato ndodhen. Forever in Your Mind është emri i bandës, pak si fjali, po emër quhet, emri i bandës shumë simpatike e bërë nga 3 djem, sikur thash dhe më herët prodhim i Disney. Janë gjithmonë në vëmendje të medias për shkak të coverave interesant që këto të bëjnë. Të herë kanë zgjedhur një bandë të re, por shumë të dashur gjithashtu për publikun si DNCE dhe super hitin Cake by the Ocean, një këngë që do sjell ndërmend verën, edhe versionin që ne sillim tani, po pra verën ju sjell ndërmend, ama është ndryshe edhe shumë i bukur. E shohim. Make the money my cool girl. Ice cold. Ne kemi një lajm shumë të bukur që po bën namin aktualisht, po flasim për unë kam një shprehje gjithmonë kur vjen në jetë një fëmijë. I bie që Kalamani, fëmiu, baby i Ashton Kutcher dhe i Florian Bina janë në të njëjtën moshë. Se kanë lindur praktikisht në të njëjtën kohë. Po flasim këtu për Ashton Kutcher dhe Mila Kunis, 2 aktorë një dyshë shumë e dashur në Hollywood. Kanë pritur kështu fëmijën e parë dhe është shtuar familja e tyre. Tani më është edhe një tjetër voglush që erdhi në jetë, edhe është zbuluar Digjinija që ishte djalë dhe mbani mos sa kemi vuajtur në fillim për ta kuptuar ishte goca po djalë baby Ashton Kutcher. Se nxini me milimetra foto të vërtetë dhe asgjë nuk kemi kuptuar asnjëherë. Është shtuar kështu me 4 pjesëtar tani më familja, me një pjesëtar më tepër. Pas bukuroshes ishte radhë një djalë për çiftin aktorë të famshëm hollywoodian, edhe lajmin me zgjedhje kanë treguar rastësisht Ashton Kutcher ishte një intervistë ku tha që goca e vogël tha 2 vjeç ta shkon tek barku i mamit dhe thotë vllai im i vogël. Aty kuptuam gjinin se kush e di se sa do vonohet për të nxjerrë foton e parë, për të treguar gjinin, për të treguar emrin etj, duke marrë parasysh që këto janë një familje që privacinë kanë shumë të shenjtë. Nëse e bukura në këtë mes është që kur dashuria është shumë e madhe brenda 2 personave vjen një jetë një tret, kështu që kjo është dëshmi dashurie pa diskutim. Gëzojmë edhe ne për kështu gjëra të bukura. One Republic do të vi tani në fande me Wherever I Go. Do flasim për Katy Perry tani, edhe për gjithë lidhjet e mundshme të dashurisë që Katy Perry ka patur. A jeni gati të zbuloni gjithë të dashurit e Katy Perry? Jeni gati? Unë mendoj që po. Unë po për vete. Hajde të shohim pak fotot. Okej, kur ende nuk ishte kaq e njohur në vitin 2007, Katy Perry u lidh me Travis McCoy, ato u njohën me shudë regjistrimi në New York. Pas një viti lidhje, në 2008 këngëtari e propozoi për fejes të fundit. Madje Katy Perry ka qenë protagoniste një ndër klipeve të McCoy. Në vitin 2009 lidhja e tyre mbaroi, kështu që zgjati praktikisht 2 vjet. Po çfarë ndodhi në 2009? Në 2009 shtohet një tjetër personazh, përfundoi lidhjen me reperin në fjalë. Edhe kur ishte mjaft e njohur, u lidh me aktorin e njohur britanik Russell Brand. Po atë vit aktori propozoi këngëtarin me fejes, madje ka dedikuar të këngën Fireworks sepse e ka prezantuar në majtë një elefanti me fishekzjarë vërdall. Në 2010 u martuan, një ceremoni spektakolare në Indi dhe një vit më vonë u ndan. Edhe në 2012 u divorcuan në mënyrë kështu zyrtare official, duke harruar gjithçka çfarë kishte ndodhur. Pas divorcit, u njoh me muzikantin simpatik John Mayer, lidhja e tyre ka qenë jashtë vëmendjes mediatike, çifti qëndroi bashkë për 3 vite me radhë dhe më në fund në 2015 lidhja së tyre erdhi fundi për ta përmbytur kështu me 2016 që solli një tjetër dashuri në horizont, edhe që i bie edhe e fundit tjetë, u lidh me aktorin e njohur Orlando Bloom dhe pas shumë up and down që kanë patur në marrëdhëniet e tyre të dashurisë, ato janë ende bashkë dhe ky është një lajm i mirë dhe kjo është një situatë e mirë se rrallë herë ndodh që personazhet ne sjellim ju bëjmë analizën e lidhjeve të dashurisë, përfundojnë me njëri tjetrin. Gjithsesi në të asem Danieli Katy Perry, dhe thash Lady Perry, hajde, teksta i këndon dashurisë pa kushte. Shohim Unconditional. Pay me what you. Se basi nuk i kisha thënë sot fare. Okej, unë jam bërë kohët e fundit jam bërë një gjumashe e parë punës dhe e dyta një Bella Hadidator. Më pëlqen shumë Bella Hadid, madje pash dhe një selfie shumë të lezetshëm ku në Instagram duket se pash ishte duke marrë një intervistë një gazetar Bella Hadid, edhe shkon Gigi dhe e përqafon dhe thotë, "Oh, ishe shumë e mirë, jo ti ishe mirë, po s'dihesh kush ishte më e mira." Kjo s'do të kurrë me motrën e mia gjithmonë thonë që unë jam më e mirë se ti. Çuna, dua të një motër si Gigi. Tani, Bella Hadid është vajza dhe mbesa që çdo gjyshe do ta donte. Sa ajo prej nesh na do të na marri malli shumë për gjyshin dhe gjyshen. Ore, a më duket mua, po sa të leta ato në gjyshen zë gjumi? Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Pastaj ato prallat që ti mund të kesh dëgjuar 1 milion herë, por prapë kur ta ritregon të duket sikur fundi do të jetë ndryshe, pavarësisht se prallat gjitha kanë një fund të lumtur. Si prall ka tingëlluar dhe kjo gjë e çmendur që ka bërë deri diku Bella Hadid, teksa ka marrë avionin direkt, ne marrim në fugon në gjë që merr avionin, kështu shpejt dhe ka vajt për në Amsterdam ku jeton gjyshja e Belës, duke u ndjerë shumë mirë kështu, duke dhuruar dhe duke marrë shumë dashuri me këtë të fundit. Doza dashurie që i ka treguar dhe në Instagramin e saj, teksa ne shohim një foto
foto me takimi, këto janë gjitha të bukura njerëz si Fiz, po ti shosh mamin në shtyllë, gjyshja edhe më yll, nuk e di çfarë ndodh me familjen e tyre. E prekur nga vizita, vetë 20 vjeçarja ka shkruar dhe poshtë fotos gjithë dashurinë e mundshme dhe të madhe që ka për gjyshin dhe kjo na bën të mendojmë që Bela është një mbes shumë e mirë, vetëm ai The Weeknd ku është se sipas tij nuk është një dashur, aq e mirë për nese. Unë besoj një ribashkim të tyre. Do të jenë tani Sia. Sa po të mbaroj Fandej, sot keni Poplandin, në 72.00 të në orën 5 të ndryshë më ngisi unë ato të flokët, hajde rregulloje tani, okej, rregulloj. Në 72.00 një orë më vonë vjen Krip dhe Piper me receta shumë të këndshme, e të bëra me shumë dashuri për gjithë ju që doni gatuani për njerëzit tuaj të dashur, mjeftoni 30 minutë se dedikoni Krip dhe Piper me një recetë bëni në shtëpi dhe dashuria thonë që vjen nga stomaku. Pastaj është edicioni informativ me Ilirin, news të ndryshe në 18:30 ju informon gjithçka e çfarë ndodh, përfshirë situata politike, sociale edhe çështjet e showbizit e la u zhvesh në ku vesh. Geek Room në fakt është treat më herët me Rudin dhe Mateon kështu, nis dhe starton edhe takimi i tyre praktikisht i përditshëm nga hera të premte, ama një sot që ju mirë pret me shumë dashuri në kolltuqet e tyre të rehatshme, si Rudi edhe Mateo njëjt. Geek Room do të vinë në 22.00 së bashku me si ka emrin me Jonko dhe flokët e tij energjike. Po më dëgjoj Jonka që e kam thënë këtë më vrau. Jonko vetë kam shumë shokë, kam edhe shumë xhan, edhe jam një ndër fansët e tij në teatr, jam gjithmonë aty duke bërtitur më shumë se tjerët. Cinemania do të startojë sonte në 21:00 mos humbis një tjetër film i rezervuar për gjithë ju me një S.W.A.T. Kështu është titulli i filmit. Pak të kështu e pash këtu. Do të sillim gjëra shumë bukura në pjesën e mbetur të ditës, sikundër e bukur është dhe kjo kënaq që sillim tani. Një ndër artistet më të çuditshme që ne kemi, po artiste në fund ditës, Janex me Wanna Be. Shohim. Jemi në Facebook, jemi në fund, jemi pas kolltukut, jemi ku të doni ju jemi në gjitha rrjetet sociale, në fakt ne mund të jemi non-stop bashkë, 24 orë doni ju, 24 orë jemi, mjafton që në Google të shkruani InTV Benja, të bëni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin të YouTube dhe në website-in intv.al. Okej, nuk e të fola shumë shpejt, qetësova. Tani, në Facebook InTV Benja ne kishim një pyetje ku po flisim për herën e fundit kur jeni emocionuar. Ora ti kur je emocionuar për të fundit shumë. Kur kishe ditëlindje, pse ç'a ndodhi? Të bën një surprizë në që, okej, mirë. Pas emocionove nga ajo surpriza që të bëra unë këtu? Jo, fare, e të meshme. Nëse. Në Facebook janë shumë komente që fanlover kanë bërë, kështu që faleminderit që gjeni gjithmonë hapësirën për shkruar mendimin tuaj, edhe na bëni shumë të lumtur me këtë. Tani, herë e fundit që jeni emocionuar, ku ta nisim? Tek Arlind Aga thot kur shkova në Amerikë, e lexova këtë, sa keq jam me memorie. Alice thot dje, Marcos thot kur bebi im erdhi në jetë, ka qenë emocioni i paparë dhe është dhurata më e bukur që më ka ardhur në duart e mia. Fationa thot kur takova Renato me koll që ishte mrekullia vet. Aman, edhe Renato mrekulli tani, Po isha ka se unë kam shumë shok. Anne-Marie thot që nga ora 12 deri më tani emocionet e një ngjarje më kanë kapluar të tërë. My little brother is coming to life. Urime me jetë gjatë vëllai. Katerina thot hey Fatmush, na thuaj emrin që doja Alin që ta përshëndesim këtu dhe ta ketë kujtim vëllai. Katerina thot, hey Fatmush, herë e fundit që unë isha emocionuar, kur motra ime u martua, isha emocionuar jashtë masës sepse ndjesha krenare për idhullin tim që më kam mbështetur gjithmonë. Sot sepse kisha provim, thot Ilda. I shoha të kavajt mirë dhe një notë sa më të mirë. Sabri Malboro thot se mbaj mend. Samira thot fiks para një javë në të njëjtën orë mora dhurat një telefon të ri, më synoi fakti nga kush e mora atë dhurat. Dhe nuk na e tregoi. Xhevahi thot sot pasi shoqja ime më e mirë kishte ditëlindjen. Edhe Grisela thot sot, Belindo thot kur më telefonuan që do isha pjesë një talent show. Urime Belindo, suksese sa më shumë, na thuaj ku që do të suportojmë të gjithë. Kur mora telefonin dhe një sekret thot Aira, Endi thot sot, Gjensila thot sot kur fola për fundjavë ndryshe. Samir Gjenisa thot Gjenisa Jusufaj që e përshëndesim shumë këtë dhe këtë do tjetër që bën kështu nismash që nuk duke janë të vogla po bëhen me dashuri shumë të madhe. Okej, javë sa më të mbar, sa më të bukur, duroni pafund dashurinë, ju kemi shumë xhan prandaj duam nesër në 15:00 këtu në Fandej. Mua.